Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë për renditjen e formave apo layers. Pa marrë 4 orën këtu edhe po e krijoj me CTRL. Pastaj po klikoj këtu e kemi paletën e ngjyrave edhe po klikoj për bëj ngjyrën e kuqe. Shikoni. Për me bë kopje kët apo duplikat klikoni CTRL D. Shikoni, CTRL D bëhet kopje. Kështu që tani kësaj apo janë ndonjë ngjyrë. Po klikoj edhe një CTRL D prap, po krijohet tash një tjetër, edhe kësaj apo janë ndonjë ngjyrën, CTRL D, janë ndonjë ngjyrën. Shikoni. Tani janë disa forma. Masi është e njëjtë, por ngjyra dallon. Por tash, nëse shohim sipas renditjes, kjo që është lart, kjo shihet, ndërsa këtu që në fundi këtu shihen më pak, për arsye se këtu funksionojnë si realitet. Nëse është një sipërfaqe e rrafsh, për shembull një tavolinë, edhe i shikomi prej snalit, na e shohmi atë që është e vendosur më lart. Shikoni. Tani ne kemi mundësinë ja ndryshuar renditjen. Nëse klikojmë CTRL edhe page down tastier, shikoni, kjo lëviz një nga një, shkon te poshtë. Ndërsa page up shkon te lart. Shikoni po i lëvizi pak, që për me vrejt efektin më mirë. Shikoni. Tash nëse klikoj kët, klikoj CTRL page down, kjo hec vetëm ka një, shikoni. Nëse klikoj CTRL edhe page up, shikoje, kjo shkon lart. Domethënë e zgjedhme, po duk kjo me dal lart, klikoj CTRL page up, edhe kjo shkon lart. Por nëse klikoj shift edhe page up, kjo del më larti, edhe page down del më poshtë. Domethënë me një klik shkon e para, edhe me një klik shkon e fundit. Shikoni një herë, klikoj shift, page up, i kalon të gjitha, vjen lart. Shift page down shkon më së fundi. Ndërsa me CTRL edhe me page up e kalon vetëm nga një layer. Ndërsa me CTRL edhe me page down e klikon prap e kalon vetëm nga një layer. Shikoni.